Nuk do të harxhoni më para, qepa ju shpëtoni jetën, ja si ta përdorni. Disa e urrejnë dhe disa e duan, disa e konsiderojnë si mbretëreshën e kuzhinës dhe disa të tjerë e shohin si një torturë. Por e vërteta është se qepa zotëron cilësi shumë të mira për shëndetin tonë, pasi mund të sjellë shumë përfitime të rëndësishme. Bëhet fjala për një nga perimet më të dobishme të kuzhinës, rreth të cilës shkencëtarët e Universitetit të Katalonjës në Barcelonë kanë bërë një studim të hollësishëm. Përbërësit fenolik të qepës mbrojnë nga problemet kardiovaskulare dhe radikalet e lira, por kanë edhe aftësinë të ndihmojnë në një tretje më të mirë. Sipas shkencëtarëve, për shkak të këtyre aftësive, qepa duket se mund të përdoret gjërësisht në ushqimet e konservuara si majoneza, margarina dhe shumë të tjera. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Qepa njihet gjithashtu si një nga perimet me më shumë vlera ushqyese për shkak edhe të përmbajtjes së mineraleve të tilla si sodiumi, hekuri, azoti, silici, gjithashtu edhe disa vitamina shumë të rëndësishme në mbrojtje të organizmit. Gjithashtu ajo mund të japë rezultate mjaft fantastike në dobi të organizmit. Kur konsumoni ushqime të shpejta, gjithmonë i thoni jo qepës, po pavarësisht aromës së saj jo dhe aq të këndshme që le pas, do të ishte më mirë që të hiqni diçka tjetër nga ushqimi juaj dhe ta konsumonit qepën. Qepa përdoret gjërësisht në sallata, në gatime me shije të veçantë, por edhe plot efekte pozitive në dobi të shëndetit. Qepa gjithashtu ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit dhe këshillohet të përfshihet në dietën ushqimore të personave që vuajnë nga diabeti. Qepa ndihmon edhe në uljen e niveleve të kolesterolit në vend të ilaçeve dhe efekteve të shumta anësore. Për ata që duhet të bëjnë kujdes me kolesterolin, mund të konsumojnë qepën, duke zgjidhur gjithashtu problemin e tyre në mënyrë më natyrale. Qepa është një nga elementet bazë të gatimit, dhe sigurisht trupi juaj merr shumë përfitime prej saj. Në këtë video, sipas Healthline, do ju tregojmë çfarë ndodh trupit tuaj nëse hani një qepë çdo ditë. Qepët do të përmirësojnë dëndësinë tuaj kockore. Sado e çuditshme mund të tingëllojë, disa studime kanë zbuluar se konsumi i qepëve mund të ketë efekte pozitive në dëndësinë tuaj të kockave. Ngrënia e një qepe në ditë për një muaj me radhë thuhet se rrit dëndësinë tuaj të kockave me 5%, krahasuar këtu me ata persona të cilët nuk e përfshinë qepën e tyre në dietën e përgjithshme. Qepët përmirësojnë nivelin e kolesterolit dhe e mbajnë zemrën tuaj akoma më të shëndetshme dhe pa efekte negative. Të larta në veti antiinflamatore, qepët do të zvogëlojnë gjithashtu problemin e kolesterolit të keq të pranishëm në trupin tuaj. Niveli i ulët i kolesterolit gjithashtu mund të zvogëlojë riskun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe nga ana tjetër ta mbajë zemrën tuaj më të shëndetshme. Qepët janë një nga perimet më të mira që mund të shtohen në dietën tuaj për të përmirësuar kështu edhe nivelin e tretjes. Qepët janë të pasura me fibra që përshpejtojnë tretjen dhe gjithashtu trupin tuaj e mbajnë më të shëndetshëm. Përveç kësaj, ato do të rrisin prodhimin e bakterieve të mira në zorrët tuaja, duke bërë kështu më të lehtë procesin e tretjes dhe duke lehtësuar komplikacionet e tij. Sigurohuni që qepën ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Vlera dhe përfitimet do të jenë të larta. Qepët zvogëlojnë dëmtimin e qelizave dhe rrisin antioksidantët. Qepët janë shtëpia e 25 llojeve të ndryshme të antioksidantëve që janë të mirë për trupin tuaj. Jo vetëm që antioksidantët e mbajnë larg probleme të caktuara, por gjithashtu sjellin edhe përfitime më të mira në dobi të shëndetit. Ekspertët thonë se shtimi i qepës në menun tuaj ditore çdo ditë mund të jetë një mënyrë e përkryer për të marrë vlerat e saj dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet. Sigurohuni që qepën ta keni të pranishme vazhdimisht në dietën tuaj. Ndikimi i tyre në shëndet do të jetë mbreslënës dhe do të parandalojë një sër problemesh. Qepët cilësohen si një nga perimet më të mira ushqyese edhe për shëndetin tuaj të syve dhe atë oral. Qepët vrasin bakteriet e këqija të pranishme në gojën tuaj dhe përmirësojnë higjienën tuaj orale. Karakteristikat e tyre antimikrobike gjithashtu mund të forcojnë edhe dhëmbët tuaj.
Ato gjithashtu përmbajnë në quercetin, një substancë e cila lufton kataraktin dhe i mban në sytë tuaj më të shëndetshëm dhe akoma më të mbrojtur. Sigurisht që qepët duhet të përfshihen në dietën tuaj. Vlerat dhe përfitimet e tyre do të jenë të larmishme. Qepët do ju ndihmojnë gjithashtu të përmirësoni gjumin tuaj të natës. Kërkimet e bëra nga Universiteti Colorado sugjerojnë se konsumi i qepës mund të përmirësojë cilësinë tuaj të gjumit. Këto fibra dietike të cilat promovojnë shëndetin e mirë të zorrëve gjithashtu lehtësojnë edhe problemet e tretjes. Qepët do të luftojnë problemet e plakes dhe do të përmirësojnë dukshëm edhe lëkurën tuaj. Të pasura me vitaminën A, vitaminën C, vitaminën E, qepët janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për dietën tuaj. Ato do të arrijnë ta mbajnë atë të pastër, plot me shkëlqim dhe gjithashtu të sigurojnë një mbrojtje më të mirë hidratuese, duke zvogëluar kështu edhe problemin e puçrave që i kanosen shëndetit të lëkurës. Të gjithë e dimë se sa thelbësore janë perimet në dietën tonë, por qepa fshet disa përfitime unike që ndoshta nuk i keni ditur më parë. Qepa është një nga perimet me më shumë vlera në dobi të organizmit, dhe si e tillë e konsumuar me kujdes në përditshmërinë e dietës suaj, do të cilësohet si një prej alternativave më unike në dobi të shëndetit. Ato përmbajnë gjithashtu edhe element të rëndësishëm. Përbërësit e thjeshtë që mund të shtohen në dietën tuaj mund të ofrojnë përfitime të mahnitshme ushqyese, çka do të sjellin rezultate më të mira në mbrojtjen e organizmit. Qepa do ta mbushë trupin tuaj plot me vlera ushqyese dhe do të mbajë larg komplikacionet. Qepa është një thesar i lëndëve ushqyese me kalori minimale. Edhe pse ato përmbajnë vetëm 44 kalori për qep mesatare, ato janë të mbushura me vitamina dhe minerale që mbështesin shëndetin tuaj. Veçanërisht e pasur me vitaminën C, qepa ndihmon në forcimin e sistemit imunitar, në thithjen e ekurit, ndërsa vitamina B6 dhe folati janë thelbësore gjithashtu për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe sistemit tuaj nervor. Dhe gjitha kjo me vetëm pak kalori. Ndaj shtimi i qepës në dietën tuaj të përgjithshme mund të jetë një ndihmë shumë e mirë. Qepa do ta mbajë zemrën tuaj më të shëndetshme. Ngrënia e qepës mund të ndihmojë në uljen e riskut të sëmundjeve të zemrës. Arsyeja, vetit e tyre të forta antioksiduese dhe antiinflamatore. Ato ulin nivelin e kolesterolit dhe triglicerideve duke mbajtur zemrën tuaj më të shëndetshme. Plus ato ndihmojnë gjithashtu në uljen e procesit të presionit të gjakut, që do të thotë një zemër më e shëndetshme, më e mbrojtur dhe më pak efekte anësore në organizmin tuaj. Qepa është një rregulluese gjithashtu edhe e niveleve të sheqerit në trup. Nëse keni diabet ose prediabet, qepa mund të jetë një aleat rregullues në nivelet e sheqerit. Disa përbërës që gjenden me shumicë të qepa, siç është quercetina, ndihmon pankreasin dhe zorrët të funksionojnë më mirë, duke kontrolluar nivelin e sheqerit dhe duke mbështetur kështu edhe përthithjen e glukozës. Shtimi i qepës në dietën tuaj të përgjithshme do të jetë një aleat e mirë edhe në forcën tuaj të kockave. Ndaj nëse doni kocka më të forta, më të shëndetshme dhe më pak probleme të tyre, sigurohuni që qepën ta keni një përzgjedhje të mirë ideale të dietave tuaja. Edhe pse zakonisht mendojmë për produktet e qumshtit për shëndetin e kockave, qepët janë po aq efektive. Ato ndihmojnë gjithashtu në reduktimin e stresit oksidativ dhe në forcimin e dëndësisë së kockave, duke parandaluar kështu problemet e osteoporozës dhe humbjen e masës së nyjeve. Ndaj, nëse doni të përfitoni në maksimum për kockat tuaja, sigurisht qepa e përgatitur në menun tuaj ditore mund të jetë një përzgjedhje ideale në këtë aspekt. Ndaj, ato janë të mira edhe kundër këtyre komplikacioneve. Shtimi i qepës në dietën tuaj të përgjithshme do të jetë një mburojë e organizmit në betejën kundër radikaleve të lira. Nëse doni të mbani larg problemin e radikaleve të lira nga organizmi, sigurisht që qepa do të jetë një përzgjedhje e parë ushqyese. Për sa kohë konsumohet ashtu siç është, përfitimet e saj do të jenë të menjëhershme në dobi të shëndetit dhe jo vetëm. Sigurohuni ta përdorni me kujdes dhe gjithmonë në normën e lejuar për të marrë vetëm përfitimet e saj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
Informacionet në këtë video kanë në përqëllim vetëm informimin, asgjë më shumë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.